Alhamdulillah, wa kafa, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala Mustafa, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Falëndimin të nësi të akumet në Allah subhanahu wa ta'ala, së ati përgjërom që të rafdroj dhe të begoj dërgunë e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të vëzgjëdër. Të në vëzër, rrugët e përvecimit të diturisë janë ndryshme. Edhe shpesh njeri ndoshta e ndjek një rrugë, një formë, një metodologji të përvecimit të dijes, pastaj e shndron këtë metodë si metodë absolute. Por realisht nuk është ashtu. Domethënë, sado që një metodë është e saktë, nuk është e para dhe e fundit. Ka edhe të tjera në mësimin e diçka që ti do me përvetësu. Edhe te çështjet e besimit është e njëjta. Për shembull, metoda e diktimit, që është në shkolla është si metodë e përvetësimit të shkrimit e kështu me radhë. Në fe kena metodë të mësimit për arsye të përçimit të mesazhit të absolutësisë. Domethënë, na kur e përdorim metodën e diktimit, e morëm një të vogël edhe ja diktojmë meselat, ja diktojmë çfarë do të me besu. Ose një të ri, ja diktojmë shka obligim, shka nuk është obligim, duke ja diktuar, ja përçojmë mesazhin që këtu s'ka nevojë për me shtjellu, sepse besohemi absolutisht në absolutësinë e këtyre domethënien të vërtetave. Ndaj ne nuk diktojmë në mbi bazën që s'kena mundësi me shtjellu. As nuk I diktojmë mbi bazën që po thrasim që të mos mendojmë. Ne diktojmë mbi këtë bazë, mbi bazën që këto janë vërtet absolute. Mirë, për megjithatë, domethënë, diktimi si në temat e fikut, si temat e akidës, domethënë, është I lehtë në çështjet e fesë për arsye të madhështisë së burimit. Edhe njeriu për shembull, kur e di pse do të më marr meselet e namazit, për shembull me diktim. Cili për juve për shembull ka studiu Muwatta Imam Malikut ose Sahih Buhariut për me mësu formën e namazit. Ti e ke marrë me diktim formën e namazit. Sepse ti moment që e ke kuptuar që mentori jot po I referohet tazom Imam Ahmedit, Imam Ahmedi ju ka referuar në sunetit, ti je shumë domethënë I sigurt. Ndërkaq, për shembull, nëse e kishim kthyer në shtjellim në diskutim, na nuk e kishim bërë çdo të tillë. Atëri kish rrallë që një vjet do të më studiu 6 librat e hadithit, tani më janë nismu falën. Po nuk e bëmi çdo, shkomi direkt në diktim. O njëjtë është edhe në akide, na nuk shkomi te baza e dyshimit a më ndërtu pastaj besim. Shkomi në diktim edhe vetëm se, domethënë I provojmë. Kjo ndodh zakonisht me temat që janë aksiomatike, burimi madhështor ose tema madhështore, edhe e treta natyrshme. Gjona të cilat janë të natyrshme nuk ka nevojë për shtjellim. Gjona që janë aksiomatike, janë vërtet absolute, nuk ka nevojë për shtjellim. Po edhe ato të cilat të japin atë farsigurinë që lidhja është me diçka madhështore, edhe ato nuk ka nevojë për shtjellim. Mirë, për natyra e këtyre mësimeve nuk është për me e lënë me diktim. Natyra e këtyre mësimeve është për me shtjellu pak më shumë, për me mësu pak më shumë, për me u sforcu dijet e tona më shumë e kështu me radhë. Kështu që na jena në të njëjtën rrjedhë të logjikës së diktimit, mirë po jo nga baza e fitimit të bindjes, po e shtimit të bindjes. Është qartë, domethënë, ne nuk I trajtojmë tash për shembull këto të vërtetë absolute mbi bazën që do të më bindi kanë, po mbi bazën që do të më jashtu bindjen dikujt që vetëm domethënë e ka. Ky komunikim, ju këshilloj e që shpresoj krejt jeni Davetxhi të mirëfillt. Ky komunikim e ndërton një bazë të shëndosh, ky komunikim edhe ky diskurs e ndërton një bazë të shëndosh ku ruhet arsyeshmëria dhe natyrshmëria e njerëzve, e që vazhdon të jetë e ruajtur në raport me temat e besimit, edhe pse është deformuar në shumë tema tjera të moralit, që do të thonë atë aksiomën fetare e fillahi shek, a mundot me pas dyshim në Allahun, njerëzit milion të kësaj të relaksuar që ne nuk dyshohemi në juve që ju mundi me dyshu. Ne na shumë bindën që ju besoni, vetë pyeni momi këtë besim e sforcu. Sepse kjo pastaj nuk të bën të ballafaqohesh me ata si palë tjetër, po si safioni që ka lëkundje dhe ka domethënë kriza dhe ne jemi momi për me ardhur te besimi. Sot vazhdojmë me lenin Allah subhanahu wa taala në kapitullin e radhës. Sërish kemi me trajtuar në kuadër të metodologjisë që vetëm e pam, domethënë ajet për ajeti, duke u nalën tek ajetet dhe radhitja tyne dhe mësimet që ka dashur autori përcjell, qoftë nëpërmjet përzgjedhjes, qoftë nëpërmjet radhitjes, qoftë nëpërmjet domethënieve që përçon domethënë ajete kështu më. Kapitulli 2 thot babu tauhidi wahdaniyati llahi taala. Prova e njëjësisë së Allahut. Argumentet që tregojnë që Allahu te baraka taala është një. Është një në hynishmërinë e tij, është një në absolutësinë e tij, është një në të drejtën e tij për të adhuruar, në emrat e tij dhe cilësitë e tij e kështu me radhë. Keni vëmendjen që shtjellimet rreth Zotit janë nga më të ndryshme. Domthonë njerëzit kur I çasën trajtesave për me fol për Zotin, me studiu për Zotin, me gjurmu rreth Zotit, I kanë ato trajtesat e ndryshme. Për shembull, narrativa kuranore I çasët temës së Zotit mbi bazën e provave që kanë të bëjnë me hynishmërinë e tij, me absolutësinë e tij, me plot fuqinë e tij,
me emra dhe cilësitë e tij, me atë përshkrimin që ka të bëjë me e vërtetuar se është hynor, edhe absolut i pakufizuar edhe kështu me radhë. Kjo çështje, kjo narrativ kuranore e bën këtë mbi një rrugtim që nëse na përfundojmë te absolutësia e Zotit me e besu, atëherë kalojmë në rrjedhën logjike të denjësisë së tij për tu adhuruar dhe për tu veçuar me adhurim. Ndërkaq njerëzit në përgjithësi, për shembull, kur ti çasën temat e besimit, zakonisht i çasën bazë të problemeve. Për shembull, dikush e ka për shembull është rrethekuar nga njerëz që e kanë sforcuar konceptin e naturalizmit për shembull. Gjithçka të e pa me natyrën. Edhe rrëdhëmisht ata i çasën temave të Zotit në raport me këto debatat me naturalistët për shembull. Ose dikush jo me problemet, po në bazë të shkollës edhe frymës. Domethënë, shkolla dhe fryma në cilën ajo është gatu, gjithherë orienton qasjet e tjera që kam i bërë rreth Zotit mbi premisën e parë të shkollës së të frymës. Për shembull, ata të cilët fjala për shembull janë shumë të ndikuar nga filozofia, ata nuk mirën shumë me temën e denjësisë së adhurimit, sa mirën me temën e ekzistencës. Se ata filozofia e ekzistencës e kështu me radhë është më e theksuar se të tjera. Në këtë rast, ndoshta ai ndjen nevojën për këto trajtesat e tjera, po shkolla ja ka parapërcaktuar rrugtimin në cilën ose fryma filozofike ka përcaktuar kam ju çast. Dikush e ka më shumë, e që në këtë rastin tonë më shumë e shoh këtë tretën, është imponimi i kulturës dominuese. Domethënë, kultura ku ne jetojmë, ose dikush i cili jeton fizikisht këtu, po me kulturë është ndoshta më tonë Atlantikut, kultura që neve, qoftë fizikisht ose virtualisht, na dominon, që ajo kulturë pastaj na përcakton shtjellimin rreth Zotit. Për shembull, të shumë njerëz shtjellimi rreth Zotit është me piknisje të dyshimit, jo me piknisje të bindjes. Njerëzit domethënë i renit arsyet e dyshimit, pastaj i renit arsyet e bindjes. Na nuk e qasmi në asnjë formë tjetër se me narrativ kuranore. As mbi bazën e kulturës dominuese, as mbi bazën e problemeve, as mbi bazën e shkollave, sepse këto janë relative, kurse Kurani është absolut. Në këto janë relative, sot është problem, nëse nuk ka më kon problem. Kush neve na garanton për shembull që mas 200-300 vjetëve, ndoshta uroj ndoshta edhe mas 200-300 vjetëve mund të mungu kjo ligjërat, inshallah mas 200-300 vjetëve nuk ka më kon problem naturalizmi. Po ndoshta ka më qenë asketizmi i tepruar. Kush na garanton? Për shembull, na tash në botë diku ku është shumë i zhvilluar misticizmi lindor, i largët, ekstrem, ku njerëzit heqin dorë pe jetës në tërësi edhe jetojnë jetë eremitësh, ato para 2-300 vjetë kanë vendet me më shumë të luks dhe më shumë të pasuni. Domethënë kjo është cikël botësh, kështu që na nuk i detyrohemi problemeve të shkollave edhe kulturave dominuese, po i imponohemi vetëm narrativës kuranore. Narrativa kuranore ka metodologjinë e vet. Edhe gjithherë do të më kanë shumë sigurt që narrativa kuranore i mbeton kohave, nuk është e kufizuar. Domethënë këtu ajete kanë zbrit para 15 shekuj dhe 5, domethënë ti e ke të njëjtën bazë logjike dhe të arsyeshmërisë për mi ndërtuar domethënë temat. Ajeti i parë dhe i dytë, po i citoj të dy ajetet, pastaj inshallah po i trajtojmë. Thot Allah subhanahu: "Am ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka khalqi fatashabaha al-khalqu alayhim." Thot a mos kanë ata ortakët që i adhuroni krahas Allahut, i besoni krahas Allahut. Mos janë edhe ata që krijojnë po sikurse krijimtaria e Allahut dhe ju kam shtjell krijimi kujt është. Më mendoni se këtë arsye logjike. Do thonë, a mundet me kriju dikush krahas Allahut? Kjo që ju, domethënë, ju kam shtjell kë me adhuru. Ju kam shtjell juve kush i drejti edhe i denjë për të adhuruar. Mos ju kam shtjell juve që ky krijim është i Allahut e këto krijimtari të tjera nuk janë të Allahut, por janë dikujt tjetër. Thot qulillahu khaliqu kulli shay. Thuaj Allahu është krijuesi i gjithçkaje. Nëse ti e merr këtë si premisë, Allahu është krijuesi i gjithçkaje, atëherë në moment që krijohet tema e krijimit, atëherë janë rënit, domethënë a priori temat e tjera. Wa huwa al-wahidul qahhar, dhe Allahu është një dhe është domethënë poshtësi. Thot Allah subhanahu ajeti tjetër: "Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun?" A mos janë krijuar ata nga asgjëja, nga hiçi, mos e kanë arsyen e ekzistencës së tyre hiçin, apo mos janë ata vetë krijuesit të vetvetes, hiçi ja krijon, apo ti që kjo nga hiçi, a mundesh me kriju? Nuk të janë dy hipoteze, ose hiçit ka kriju, ose ti, domethënë, kjo prej hiçit në ekzistencë nga vetvetja. Domethënë të dyja janë domethënë absurditet. Thot am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun. Mos i kanë krijuar qiellin dhe tokën, por shkak që këta nuk, domethënë, nuk bindën. Çdo dy ajete në vëllazër e ngrejnë thirrën për reflektim për çështjen e Allahut subhanahu wa taala dhe besimit në njësinë e Allahut mbi një të vërtetë absolute që thot: a mundesh me apohu dikujt tjetër krahas Allahut fuqinë dhe mundësinë e krijimit? A mundesh, domethënë ti je i sfiduar, merre edhe vërtetoj që mundet dikush me kriju krahas Allahut. Domethënë piknisja e shtjellimit o çdo. Piknisja e fetarisë o çdo. Guri themeltar i besimit në Allahun o çdo. Domethënë, a mundet me kriju dikush tjetër përveç Allahut?
A mund dikush me sjell në ekzistencë? A mund dikush me dhon formë çeve tokës? A mund dikush me dhon formë fytyrës së njerëzit? A mund dikush me bë një qeliz? A mund dikush me bë një atom? A mund dikush me bë krahas Allahut subhanahu wa taala? Nëse domethënë nuk mundet me bë kurkush, atëherë çka ka me diskutu tutje për denjësinë e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë azim ajetin e dytë ekziston një transmetim i Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu që na jep një farë domethënie, e cila domethënie thotë kështu: mjafton pak më koni arsyeshëm, jo shumë i mençur, mjafton pak më koni arsyeshëm për me mujt mbi bazën e këtij fundamenti me ndërtue përpjekjen e kthimit të robit tek Allahu subhanahu wa taala. Shonaj me Buhariu për Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu që ai delegohet në ato ditë, duke qenë akoma mushrik, delegohet me shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të negociuar për robërit e luftës që kanë pas mushrikët e Mekës, dhe ky ka qenë nga pala mushrikëve të Mekës. Thotë semitu Nabia sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi al-maghrib bi-Tur. Thotë kom thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke kënduar surën Tur në namazin e akşamit. Thotë falamma balagha hadhihi al-aya, kur kam rritë çka ayat, am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal-ard bal la yuqinun. Thot, a mos janë krijuar ata nga hiçi, apo mos janë krijues të vetvetes, a mos kanë krijuar qiellin dhe tokën, çka që nuk bindën? Pastaj thot, kada qalbi an yatir. Thot, u kon zemra të mfluturo. Thot Jubairi, u kon zemra të mfluturo. Domthon reflektimi i çastit, edhe u kon momenti i parë i reflektimit ti për u bë musliman, dhe pas një kohë domthon vën edhe e pranon domthonën Islamin, edhe domthonën nashtrohet Allahu subhanahu wa taala. Keni vëmendjen, Jubairi ibn Mut'im këto momente ka qenë mushrik, jo ateist. Domthonën kjo e lemon në kuptu që mushrikët e Mekës, cilët kanë besuar Allahun, kanë besuar absolutin fuqiplot, i ka lëviz zemra se që kjo domethënia e ka qenë te çështja e tauhidit të adhurimit, jo vetëm te çështja e njohjes domethënën ekzistencës së krijuesit fuqiplot, i cili është shkaku i parë dhe absolut i ekzistencës së krijesave relative, domethënën njerëzve kështu më radhë. Kështu që nuk ka qenë reflektimi i tij thjesht për ekzistencën e Allahut, edhe pse zakonisht na çështoj të citojmë, por realisht ka qenë edhe për temat e uluhijes, domethënë njësimit të Allahut subhanahu wa taala, domethënë në të drejtën e tij unike për tu adhuruar. Kështu që thirrja kuranore e thekson në vazhdimsi që këtë domethënie që baza e kthimit, baza e njohjes, baza e islamizimit duhet të më konë mbi bazën e njohjes së Allahut si krijues. Allahu si krijues, dhe kjo këtë duhet me spikat në raport me të njerëzit, sepse tek njerëzit kjo është e vërtet, po e ka ploni këtë vërtet, dhe ploni që e ka këtë vërtet nuk është që e çon në një të pavërtet, po nuk e lë mbi bazën e kësaj të vërtetë me reflektu për të adhuruar Allahun. Domthonë jo që ai tash dyshon për ekzistencën e Allahut edhe o të menu diçka tjetër. Jo, ai e beson këtë. Po çat shumë e ka ploni mbi kjo nuk qet më dritë, nuk po reflekton për atë çka duhet thotë Allah subhanahu, ja ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O njerëz, adhuroni Zotin tuaj që ju ka kriju. Ju ka kriju juve dhe ata që janë përpara jush. Domthonë juve dhe ata përpara jush, pse përmendet që juve dhe ata përpara jush? Juve se ti mundesh shumë gjëra me menu si ti menu ti je i pari, po ti si je i pari. Ashtu sikur si ke menu ti i pari, po edhe në ekzistencë nuk je i pari. Dhe ti nëse e di që ti dhe dikush para teje ka ardhur në ekzistencë me këtë ekzistencë relative që e ka një fillim e një mbarim, atë dush me menu që kjo Zoti që pa fillim e pa mbarim që ju ka shkaktuar juve domthonë ekzistencën dhe ja meriton domthonë adhurimin dhe askush përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe Allahu në vazhdimsi sfidon krijesat me këtë narrativ kuranor. Thot Allahu te baraka taala, hal min khaliqin ghayru Allah yarzuquhu min as-samai wal ard. Do ta ka një ilah, një të adhuruar, një Zot krahas Allahut që është krijues edhe ju furnizon juve prej qiellit dhe tokës, sepse krijuesi përveç që është krijues, domthonë e garanton edhe mbarështimin e jetës. Domthonë Zoti nuk është vetëm krijues që e ka shkaktuar krijimin e parë. Është krijues, po edhe është furnizues që edhe vazhdimësia e ekzistencës është e varur prej tij. Domthonë tash ti e shet që ti i varur prej shiut, që pastaj prej shiut janë të varura bimët dhe prej bimës është i varur ushqimi jot dhe prej ushqimit tënd është i varur jeta jote. Kush është ai që është e krijuar që këtë proces të furnizimit? Është Allahu subhanahu wa taala. A është dikush tjetër krahas Allahut? A ka dikush tjetër krahas Allahut? Dhe kjo pyetje e sfidimit është ankohen për me marrë pru njerëzit te pjesa e radhës, la ilaha illa hu, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç tij. Thot Allah subhanahu fa anna tufakun, atëra çka po shpifni. Domethënë, nëse ju s'u pe shpifni dhe s'u pe sajoni edhe s'u pe shpikni si ide që ka gjallë dikush tjetër me shkaktu krimin, dhe ka gjallë sundimi edhe mbarështimi i ekzistencës më kanë dikur çysh mundet me ardhen në shprehje mu shpik domthon ideja e dikujt tjetër krahas Allahut për tu adhuruar. Thot Allah subhanahu ala lahu al-khalqu wal amr.
E gjithë çështja, krijimi dhe vendimi janë të Allahut. Krijimi dhe vendimi janë të Allahut subhanahu wa taala. Domthon, a mundesh me vendos për ardhen në jetë? Nuk mundesh me vendos. A mundesh me vendos për daljen prej jetës? Prap nuk mundesh me vendos. A mundesh me vendosën për natën, për ditën? A mundesh me vendos për formën e fëmijës tan ose a mundesh për çka do që mundesh me menu? A mundesh me vendos? Atëherë domethënë pjesë e besimit që lidhet me krijimin është edhe besimi për vendimin absolut të Allahut, se ai vendos. Allahu subhanahu wa taala domethënë vendos edhe nëse ti fjala bie për shembull sun nal kur xheq. As sun çon të para kur xheq, as sun nal. Për shembull nuk mundesh me nal fjala bie, për shembull ti mundesh me pasën fuqinë më të arrirë teknologjike, por nuk mundesh me nal një fortunë. Nuk mundesh me nal një stuhi, nuk mundesh, domethënë edhe nëse domethënë e ki para pa dhe me mujë përpara, domethënë, sepse domethënë ti je përmend në botës relative. Edhe gjithherë domethënë kjo thirrje kuranore, alalul khalq wal amr. Allahu t'i takon krijimi edhe vendimi, është për me ndërtu çket bazament që, domethënë, nëse atij i takon vendimi dhe krijimi, atëherë padyshim në mënyrë absolute i takon vetëm atij, domethënë, edhe adhurimi. Kështu që thirrja vëllazni, për me reflektu, shumë shpesh është e shoqënuar me sfidim, sepse kjo formë e komunikimit është për me provu çka them në fillim që në të fupi shka aksomatike. Domethënë njëri sfidon ku është shumë i sigurt. Ose një tezë ka forcë për sfidim, kur është domethënë mëse e vërtetuar. Edhe për këtë arsye, është shumë e rrezikshme me përdor narrativën kuranore të sfidimit e ti më kanë pa përgatitur. Sepse pastaj domethënë ja hub shkëlqimin që saj forcë sfiduese të domethënë Kur'an. Për këtë arsye do domethënë çof librat, çof mësimet me i përsërit më shumë, edhe rrjedhëmisht me pas një forcë të komunikimit me siguri. Që kur flet me njerëzit, ndjenja jote e sigurisë me përçut tek ata, domethënë edhe siguri për me pranu domethënë proklamatën edhe thirrjen tonë. Thot Allah subhanahu. Hadha khalqullah. Çka kjo është e të pa është krijimi i Allahut. Çka është e të pa është krijimi i Allahut. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Hajde tregona çka kanë krijuar të tjerë. Domethënë, është sfidim që na ju prismi, kallzoni, filan venin ekziston një krijesë që ka bërë dikush tjetër krahas Allahut. Na tregoni çfarë kanë krijuar të tjerët krahas Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, dikush e adhuron Isën alayhis salam, dikush për shembull adhuron një evliya, dikush për shembull adhuron engjëj, dikush adhuron apo e keni parasysh domethënë të adhuruarit që janë të adhuruar krahas Allahut, domethënë që janë të adhuruar të kota të padrejtë. Çka kanë krijuar ata? Çka kanë krijuar ata që më merituan domthon adhurimin krahas Allahut subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u la. O ju njerëz, po ju jepet ju një shembull, ndani veshin nga mirë çka shembull. Innal ladhina tad'una min duni llahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la. Ata të cilët ju i lutni krahas Allahut, nuk mundën me kriju asnjë mizë, edhe nëse ishin bë këtë bash për çat mizën. Po pastaj është edhe një sfidim tjetër. Wa yaslubhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min. Po edhe me arçe e mizë, mi mor diçka këta s'mundën me rezistu, në kuptimin që ai mundët mi amor vesh shka është kader, jo ti shka vendos. Ela lehul khalqu wal amr. Allahu ti takon krijimi dhe vendimi. Edhe shka merr në mizë, shka e leo është vendimi i Allahut subhanahu wa taala. Da'uf at-talib wal matlub. Edhe ky shka po lutet, edhe ky shka po e bën lutjen, edhe këtij cilit po i bëhet lutje. Të dytë janë shumë dobët. Të dytë janë domethënë shumë të dobët. Kështu që rruga më e thjeshtë për njerëzit e arsyeshëm është domethënë me u kthyte që kjo pjesa e absolutisë së Allahut. Ne gjome këtë atë në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Si për shembull çashmë Imam Tirmidhiu dhe Shalmani të hadithi është Hasan prej Adi ibn Hatim, kur vjen edhe ka një formabetin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në ditët që akoma nuk e ka pranuar Islamin, ai i thot pejgamberit sallallahu alajhi wasallam: "Ma yafirruka an taqula la ilaha illa Allah." Çka po të bën me ikë fjalës la ilaha illa Allah? I thot Adit. Thot: "Fa hal ta'lamu min ilahin siwa Allah?" Thot: "A di ti ndonjë ilah përveç Allahut?" A di ndonjë? Hajde kallzo kush është ai rivali i Allahut Teala? Kush është ai që i afrohet Allahut në cilësitë e tij dhe në absolutësinë e tij krahas Allahut subhanahu wa taala? Thot: "Jo, nuk ka." Pastaj thot: "Thumma takallama sa'a thumma qala: Inma tafirru an taqula Allahu akbar wa ta'lamu shay'an akbar min Allah." Thot: "Çysha, po ik thot, me thon që Allah është më i madh, a di kanë më të madh se Allah? A di kanë ti më të madh se Allah?" E pastaj i thot: "Jo, nuk di." E pastaj i thot: "A di pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fe inni dhayf muslim." Thot: "Ko marr me pranë Islamin." Domethën njerëzit nëse i thotë, domethënë, çka ka dikush tjetër kësaj Allah? A ka më të madh se Allah subhanahu wa taala? Për arsye që kjo pjesa e thirrjes në këtë bazë ju nimon shumë tek njerëzit për mos me kuptuar thirrjen e juve ndave si thirrje për klub, si thirrje për sekt, si thirrje për mu marginalizu. Jena të thirrje të më i madhi. Është e qartë. Edhe nëse nuk vjen ti mu rreshtu me mua në krejtat, domethënë me kuptu me çtu bazat e maja, domethënë
fesë Allahu subhanahu wa taala. Pastaj autori vazhdon me një rrafsh tjetër të shtjellimit. Do të thonë rrafshi i parë ka në ndërtuar mbi bazën e temës së çështjes së krimit. Baza e dytë thot Allah subhanahu: "Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala." Ai të shpak më gjatë mundi më kthin inshallah në tarmën në libër. Thot kur Allah subhanahu wa taala, kur Zoti jot ka marrë prej bijve të Ademit, teksa i ka nxjerr prej shpinës Ademit alayhis salam pasardhësit e tij, e ka marrë beslidhjen e parë ku i ka thonë këtë krijesave, këtë frymorëve që dalin prej Ademit alayhis salam, i ka thonë alastu bi rabbikum, a nuk jam unë Zoti juaj? Këtë shpirtat kena thonë, po, gjithsesi. Do thonë, çka ajet, edhe çka prurja e autorit në çeket rrafsh vjen për me kthy, domethënë, shtjellimin nga çështja e logjikës, se ai që krijon e meriton adhurimin, kalomi tash një rrafsh tjetër të shtjellimit të besimit në kuadër të natyrshmërisë. A është qartë? Domethënë, dikush fjala bie nuk është ndoshta çaq i thellë me menu shumë. Po megjithatë, nëse variante natyrshmëria njerëzore, do temat besimit i ka të kryme me natyrshmëri. Kështu që na duhet me minimu njerëzve tek natyrshmëria, te natyrshmëria e ruajtur edhe e pandryshuar edhe pa deformuar, piç aty me kapën temën e besimit edhe me shtjellu. Piç aty me kapën. Domethënë pa hin këto detaje, domethënë që çish ka ndodhur kjo beslidhje, se kjo lyp pastaj besim në kuadër të shpalljes, po në atë aspektin që na e gjomi, njeriu parim beson. Njeriu parim domethënë e ka besimin koncept të kapshëm. Po jo vetëm kaq. Njeriu parim e gjen çështën e besimit si kërkesë e brendshme e pashmangshme. Domethënë e ka një farzoni, domethënë prej mendjes. Ndaj na konsiderojmë që natyrshmëria është argument për ekzistencën, denjësinë dhe njëjësinë e Allahut. Është argument, jo vetëm thjesht një fakt, jo, është argument, është provë. Domethënë jep provë, siç kena me pa tuti shoh, jep provë domethënë fakti që është skalitur në natyrë. A është domethënë kjo të jetë diçka e rastishme? Mund të jetë skalitur në natyrë që parim njerëzit besojnë, nuk dyshojnë. Parim njerëzit i japin shpjegimin e ekzistencës me Zotin, pastaj duhet më infektu dikush me dal me një opsion tjetër. Domethënë çish është e mundur domethënë ti shkonën indoktrinim edhe shpërlarje të trunit besimi, ndërkaq kjo është ngjarja e parë, jo kjo e dytë. Domethënë ngjarja e dytë është dyshimi, jo besimi. Për arsye nuk e kena rrugtimin nga dyshimi në besim. Na e kena nga besimi në besim. Ose nëse dikush devijon na konsiderojmë që s'ka shku prej dyshim në sforcim të dyshimit. Na besojmë që ka shku nga besimi në dyshim dhe dyshimi e ka qenë në mohim. Për arsye domethënë do të më pa këtë si domethënë argumentat Allah Azza wa Jall, fa aqim wajhaka lid-dini hanifan, thot fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alayha. La tabdila li khalqillah. Thot drejtoje fytyrën ka Allah subhanahu wa taala, drejtoje në fenë e drejtë, e cila thot është hanife, është në parim anon ka e vërteta. Dhe kjo me anon parim ka e vërteta, thot është fitra, është natyrshmëria në cilën e ka skalitë dhe ka gatuar Allahu njeriun, la tabdila li khalqillah. Dhe krijimi i Allahut nuk mund të ndrojë. Domethënë, merret i cindu shtem, për shembull, njerëzit a anojnë parim ka drejtësia, ka pa drejtësia. Njerëzit parim a anojnë ka ndershmëria apo ka pa ndershmëria. Domethënë, përgjithësi vlerat e përgjithshme të mëdha në natyrën njerëzore animi është ka e vërteta, jo ka e pa vërteta. Kështu që domethënë do të dikush më mësu më bëj pa ndershëm, dikush do të më mësu më bëj pa drejt. Jo që në parim domethënë ai si vogël ose si fëmijë mendon që kjo parimi është pa drejtësia. Parimi nuk është domethënë pa drejtësia, parimi nuk është pa ndershmëria dhe nuk është domethënë mosbesimi. Edhe kjo vlen edhe për njëjtë domethënë për çështjet e domethënë e fesë dhe njerëzit domethënë fusin dyshime për Allahun subhanuhu teala dhe përpjekja e tyre për të futur dyshime është argument për neve. Se ti po përpiqesh me fut dyshimin në diçka që parim po ekzistojnë. Domethënë në parim këto po besojnë. Në parim piknisja e njerëzve është besimi dhe përpjekja jote për me ndryshuar realitetin është për me ndryshuar çka të krimtarinë Allahut. Allahu thotë la tabdila li khalqillah. Zdrohet kjo. Zdrohet, domethënë kjo mundet me plunos, kjo mundet me mu lodh, kjo mundet me up ndriçimin, ama nuk ndron. Krimtaria që ka bëu Allahu në njeriu nuk ndron, sidomos domethënë ajo pyetja që shpesh bëhet si me habi, çish kam rrit dikush te mohimi. Për shembull, se dikush mohon, ai ka shumë për me rrëfy çish kam rrit te mohimi. A ky që mrin te besimi, ky skallzon shumë më vetë çish kam rrit te besimi. Se nisën shka bazë nuk rrëfehet shumë. Nuk rrëfehet pse po një është sot mirë.
po duhet me pas një arsye nëse ka ndodhur diçka që puni është keq. A është e qartë? Ndaj domethënë pyetja e njerëzve çysh mrrinet e mohimi edhe ai me kallzu shumë mëbet që kanë rritë mohimi, është një prej argumenteve që mohimi nuk është fitra. Mohimi nuk është natyrshmëri, po është besimi domethënë natyrshmëria dhe na këtë domethënë e mormi si argument që natyra fillestare e njerëzve është besimi në Allahun subhanahu wa taala. Shënon Imam Ahmedi dhe Buhariu prej Abu Hurajras se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min mawludin illa yuladu ala al-fitra." Kushdo që vjen në jetë lind në fitra, lind në natyrën fillestare të paprekur. Thot fa abawahu yuwahidani au yunassirani au yumajjisani. Pastaj janë prindërit ata të cilët e bojnë hebre, bojnë krishterë apo e bojnë domethënë zjarputis. Kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jad'a. Thot ashtu njëjë sigur se të kafshët. Janë disa zakone tek disa shoqni që i gjymtojnë kafshët, apo? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot a ky po thot kafshët e lindur me gjymtim? Me gjymtim domethënë që ka shkaktuar dikush tutje? Jo, e lindë pa gjymtuar. Ajo lind natyrën e vet fillestare. Pastaj janë njerëz ata të cilët ja prishin, domethënë di pjesë të domethënë të trupit. Sigurisht Shonen ibn Hibani, sharmon të hadithi sahih prej Iyad ibn Himarit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot më ka mësuar sot Zoti jam diçka më ju ka zu juve, edhe thot po duam më mësu juve ato që kanë qenë pranishëm, se Allah pas ka thonë: "Inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum." Un krejt krijesat e mia i kam krijuar që anojnë ka vërteta. Anojnë hunafa, animin parimor e kanë ka besimi, ka pastërta, ka e drejta. Wa inna shayatina atatuhum fajtalathum an dinin. Mirë po vin pastaj djajt ata të cilët e largojnë pastaj prej fesë së Allahut subhanahu wa taala. Kështu që edhe kur fshehet kjo natyrshmëri, ajo nuk zhduket. Edhe kur fshehet, ajo nuk zhduket. Dhe kjo është domethënë e vënë re domethënë tek njerëzit. Ne kemi një evidencë kuranore, thot Allah subhanahu: "Amma yujibul muttarra idha da'a." Kush është ai i cili i përgjigjet në lutje atij që ka rënë zot? Se Allah në këtë kontekst kuranor është duke u drejtuar pabesimtarëve. Edhe të tjerë po domethënë rrafshin që duhet me kuptu, domethënë në kontekstin e ajeteve, domethënë parem ju drejtohet aty. Kush kur vini ju në zor? Kush ju përgjigjet juaj në lutje? Ktu e përdor Allah subhanahu wa taala termin al-muttar, ai që është në vështirësi. Ai që ka, nuk thot kush i përgjigjet muslimanit, nuk thot kush i përgjigjet atij që beson në Zotin, nuk i thot kush përgjigjet atij i cili domethënë e një Allah, thot kush i përgjigjet atij që bën zor, për me lënë më kuptuar që njeri kur bën zor, natyrshmëria aktivizohet më njëherë për me lut Allah subhanahu wa taala. Natyrshmëria aktivizohet për me lut dhe Allahu i referohet një argumenti të parë dhe të provuar edhe nga mushrikët edhe nga mohuesit. Ju vetë keni provuar kur keni me momente që e keni pa vetën zor, ju Allahu ju keni lutur, keni lutur dikujt tjetër, krahas Allahut subhanahu wa taala. Pastaj autori vazhdon me një rrafsh tjetër të trajtesës, ke punë e krimit, pastaj çështja e natyrshmërisë, edhe tash del me një fushë tjetër të argumenteve për Allahun subhanahu wa taala. Thot Allahu taala: "Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq." Thot ne kemi me u bot mundshme sa më shumë me pa argumente në kozmos, në horizonte, që të bindën ata se kjo është hak. Që të bindën ata që kjo është e vërtetë. Në vazhdimsi, jo thjesht çështja e krijimit edhe u kry. Na s'kena ku më shtuman atona. Çështja e natyrshmërisë edhe u kry, u harxhuan argumentet. Jo, në vazhdimsi në horizont kemi pa. Në vazhdimsi në horizont kemi pa argumentet që çojnë te Allahu subhanahu wa taala. Kështu që besimin e provojnë edhe argumentet që janë në kozmos, qoftë ato që shihen, qoftë ato që ka probabilitet, qoftë ato që ka mundësi domethënë me u zbulu. Qoftë ato të cilët pritet me u zbulu, ose qoftë ato të cilët përpiqen njerëz me u zbulu. Çka që shihet, edhe çka që mund të shfaqet, përbën provë për Allahun subhanahu wa taala. Kështu që zakonisht njerëzit me pak arsye dhe me pak logjikë, s'mundën me përmendur ndryshe vetëm me besue Allahun subhanahu wa taala, krijuesin e gjithësisë edhe domethënë të njerëzit. Mirë, për një pjesë e madhe e njerëzve i takojnë atij përshkrimit që ka përmendur Allahu në Kur'an: "Wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa." Thot ata mohojnë, ndonë se zemrat i kanë të mbindura dhe këtë mohim e bojnë si rrjedhim i padrejtësisë edhe i kryelarësisë. Domthonë e kanë një lloj kryenetësie, një lloj noti, një lloj përcaktimi të kohët që i bën domethënë pastaj mos më nënshtrua kësaj të vërtetës që është domethënë shumë e qartë. Provat në kozmos janë nga më ndryshmet. Janë vetë ligjet fizike. Sa herë që ti e provon,
sa herë që ti e dëshmon, sa herë që ti e përcakton se diçka është ligj fizik, atëherë shtrohet pyetja kush e bën ligj. Domethënë ti s'mundesh me e vërtetuar që është ligj, vetë nxirret a priori pyetja pastaj, kush është ai i cili e përcaktoi domethënë si ligj. Ose janë etapat e zhvillimit. Çka do që zhvillohet? Çka do që zhvillohet prej te bimët, prej te fetusi? Çka do që e ka procesin e fillimit dhe zhvillimit? Kush është ai i cili po kujdeset për zhvillimin? Automatikisht domethënë e nxjerr si pyetje. Sidomos argumentet që janë në kozmos janë shumë të orientuara për ta mohuar absurditetin. Domethënë nuk mundesh me qenë i arsyeshëm, i logjikshëm, edhe në përputhshmëri me shkencën edhe me qenë njëri absurd. Domethënë gjithashtu shkon të i mohue gjasat të qenë diçka absurde, diçka jashtë mendjes, jashtë domethënë rregullave dhe logjikës. Kështu që nëse ti e sheh kët, atëherë domethënë mundesh me marrë në përfundim që pjesë e asaj absurditeti që ne e mohojmë është domethënë që s'mundet me ekzistuar diçka domethënë pa shkak. Dhe nëse ti në vazhdimsi gjonat ja atribuon tek shkaku, atëherë domethënë nëse përmenden kozmosit, gjithçka e kozmosit po atribuohet tek një shkak, atëherë edhe kozmosi atribuohet domethënë atij që e ka shkaktuar, kështu që bëhet pyetja kush e ka shkaktuar. Edhe rrjedhimisht pastaj domethënë del prej domethënë kotësisë së të menduarit për me menu që kjo është absurd me besu që është pa shkak, po nuk është absurde me besu që është pa shkak domethënë ekzistenca domethënë e kozmosit, ose për shembull kur e shet ti përsësurinë e krijimtarisë së Allahut subhanahu wa taala në kozmos, thot Allah Taala, "Suna Allahu alladhi atqana kull shay." Krijimtaria e Allahut që është në çdo pikë e përkryer, çdo pikë e përsosur, domethënë çdo pozicion, çdo ylli dhe çdo planeti, domethënë gjithçka është me përsosuri që pak po të kishte qenë me një lëvizje tjetër kish bërë shumë dëm, ose i shkaktu një kaos i madh, qoftë në gjithësi, qoftë domethënë tokë kështu me radhë. Domethënë çka kjo përpikmëri, që kjo përsosuri, në këtë që kjo le që nuk mundet më nënkuptu që kjo përsosuri pa një drejtues absolut, pa një drejtues të gjithditur, po që nuk i ngjason kurkush atij, edhe krejt janë të varur për ti që është Allahu subhanahu wa taala. Ose për shembull, të gjen në kozmos për shembull sistemin e krijesa pasi të vinë në jetë. Domethënë ekziston cikli i jetës edhe i vdekjes. Edhe cikli i jetës edhe i vdekjes, domethënë vdes cikli që është shkaktuar për jetën, pa e mësu këtë çka vjen në jetë dhe krejt e din çu jetohet jeta. Domethënë çdo kush i cili vjen në jetë e di rrenin çu jetohet. E di rrenin çu ushqehet, çu hecet, çu pastrohet, çu mirëmbahet, gjithçka që ka të bëjë për mbarështimin e jetës, cila do krijesë që mundesh me menu, që ka zhvillim, edhe vjen në jetë, edhe ka vullnetin e lëvizjes, çdo frymor që lëviz e di sistemin. Çdo të pyet kush ja mësoi ose kush e edukoi, kush ja dha domethënë manualin e të jetuarit. Kjo është e natyrshme. Domethënë e kupton që domethënë Allahu subhanahu wa taala edhe krijon edhe mëson. Për arsye kur i kanë thonë Musa alayhis salam mushrikët, që pa besimtar, qala faman rabbukuma ya Musa. Kush është Zoti ju e dy o Musa? Don qala rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqa thumma hada. Zoti jon është Allahu që gjithçka e ka krijuar dhe e ka mësuar, e ka udhëzuar. I ka udhëzuar çu jetohet, e ka udhëzuar çysh menaxhohet çdo proces domethënë i jetës, ose e gjen për shembull të fenomenet natyrore, domethënë fil afaq, në horizontet e gjen që fenomenet natyrore, domethënë janë temeli e ekuilibrimit të jetës. Domethënë dita dhe nata për shembull, apo? Nëse domethënë i shkon nata e përhershme, a kishte ekzistuar jeta, ose nëse i shkon dita e përhershme, a kishte ekzistuar jeta, domethënë sepse mungesë të diellit a kish pas mundësi me mbarështu domethënë jeta. Thot Allah subhanahu: "Inna fi ikhtilafi al-layli wan-nahari wama khalaqa Allahu fi as-samawati wal-ardi la ayatin liqaumin yattaqun." Në ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për ata të cilët menojnë. Ka argumente të mjaftueshme për njerëzit që i kanë frikë Allahut edhe menojnë edhe reflektojnë. Sipas në jetën e bimëve për shembull, në jetën e bimëve, sigurisht një shembull që kemë pas në fund të dersit inshallah, domethënë në jetën e bimëve për shembull, jeta e bimëve është një prej fenomeneve, prej pjesëve të jetës së përditshmërisë që vazhdimisht do të ndoshtë besimi, si për temën e ringjalljes, si për temën e kujdesit të Allahut që ka për kozmosin e kështu me radhë. Allahu azza wa jalla thotë kështu. Thotë qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya. Thotë çka nëse Allah azza wa jalla kish bën natën të përhershme. Kush krahas Allahut kish mund të më ofrojë dritën? Kush? A muni hajde ka ndodhur ky problem? A keni zgjidhje për këtë problem? Sa mundet me ekzistuar bota pa dritë? Sa mundet me ekzistuar jeta pa dritë?
Thot afala tasmaun, a nuk po dëgjoni, domethënë janë prova të mjaftueshme këtu për mi pa. Pastaj thot Allahu subhanahu. Qul ara'aytum in ja'ala Allahu 'alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyam man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi laylin taskununa fi afala tubsirun. Thot nëse Allah azza wa jalla kish bë ditën të përhershme, kush krahas Allahut kish mund të me pru natën, që ju me mund të me pushu. A nuk po shifni, domethënë dëgjimi dhe shikimi, domethënë ti e sheh dhe dinin që jeta është e ekuilibruar në saj të domethënë në dritës edhe territ, domethënë në saj të natës edhe në saj të ditës. Kjo është ekuilibër. Kush e vendosi këtë ekuilibër? Kush ai i cili po e vendos këtë ekuilibër dhe po vazhdon jeta normale domethënë në tokë. Pastaj autori kalon në një rrafsh tjetër, që duket sikur është me rrafshin e parë, që ka të bëjë vetëm me krijimin, mirë po e ka një dallim. E ka një dallim sikur që keni me vëre. Thot Allah subhanahu: "Qul ara'aytum ma tad'un min dunillahi aruni madha khalaqu min al-ard." Thot ju këta që po i adhuroni krahas Allahut, këta që po i lutni krahas Allahut, më tregoni, shfaqni, tregoni çka kanë kriju këta krahas krijimtarisë që ka bëu Allahu subhanahu wa taala. Am lahum shirkun fi samawat? A mos kanë ata ortakëri në qiell? Keni vëmendje këto janë forma të sfidimit. Domthonë, a mos janë këta pronarë të doni katit të qiellit, a mos kanë doni sundemat, shiut, a diçka, mos kanë doni veti të ortakërisë në qiell? Tuni bi kitabi min qabli hadha, sillni dikun një libër, dikun që u shkruaj kjo më përpara. Ku më baza që sa isheni të thonë? Au atharat min ilm, ose një gjurmë të diturisë që ka ngel. In kuntum sadiqin, nëse jeni domethënë ju që për një keni domethënë këtë farë diskutimi. Tash çka ajet vjen? Po se po me vërtetu që Allah është krijuesi i vetëm. Mirë po domethënë me kallëzu që është i provuar ky besim nga logjika. Domethënë logjika e shëndosh nuk e pranon domethënë ndryshe. Mirë po e ka një logjik domethënë në këtë ajet edhe pa këtë ajet si shkon tema e kompletuar. Pa këtë ajet nuk i shkon tema e kompletuar. Thotë nëse ti po e kupton se kjo krijues, edhe logjikisht e ke kuptuar. A ka logjik ky me pas ortak? A ka logjik ky absolut, ti po beson për absolut. Qysh është e mundur absoluti me pas ortak? Qysh është e mundur, domethënë qysh ka logjik me pasën mundësi me menu që një absolut që s'varet pi kërkujt, është i pa fillim dhe i pa mbarim, me mor ortak prej botës relative. Domethënë kjo është absurde. Domethënë çaj sa është absurde me i pohu dy zota të re, çaj është absurde me besu që ky zot ka nevojë për ortak. Kështu që domethënë autori e ndërton mbi këtë logjik që ortakëria është dobësi, është mangësi, është nevojë dhe varësi. Dhe rrjedhimisht këtë këtu domethënë nuk i përshkruan Zotit, ose nëse një Zot ka nevojë, ose i dobët, ose është i varur, atëherë o Zot. Nëse ti ja pohon ortakërinë, dush më pohu dobësinë, varësinë edhe, domethënë nevojën, dhe rrjedhimisht je duke zhvesh prej vetive të hynshmërisë, dhe rrjedhimisht je duke mohu si Zot. Je duke mohu si Zot, je të besu domethënë si të mangët. Për shembull, nëse dikush thotë Allahu ja ka dhënë një pjesë të ortakërisë së sundimit dikujt. Po, këtë sundimi është i Allahut, po Allahu vetë ja ka dhënë. Domethënë, nëse ja ka dhënë se s'u pi menaxhon, a është i dobët? Nëse ja ka dhënë se s'u pi del punëve, a është i varur? Nëse ja ka dhënë, domethënë se e do shumë, çysh është e mundur kjo dashni me dirigju vullnetin e Allahut që me bë dikant të barabartë me vetveten, e që kjo është absurde? Është domethënë, në asnjë logjik nuk mund të më shkuaj ideja që domethënë ka mujt Allahu mi dhon dikujt hise të domethënë të ortakërisë, thot Allahu subhanahu kur e mohon krejt kët, thot walam yakun lahu sharikun fil mulki walam yakun lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira. Thot mundot me pasën ortak Allahun sundimin e vet, se sundimi i tij është absolut. Pastaj thot walam yakun lahu waliyyun min adh-dhull, edhe nuk mundot me ardh që ky ortaki prej botës së relativit. Se s'ka logjik. S'ka logjik. Madhnojnë thotë se veç me menu çështu se ki madhnu Allahun. Veç me menu që mundet me pas ortak Allahu se ki madhnu Allahun subhanahu wa taala. Kështu që a mundet mu menu, a ka logjik me menu që Allahu azza jalla është absolut dhe ortakun e ka absolut. Atëherë kjo është absurde, sepse atëherë pastaj domethënë njëri e hub absolutësi. Dhe nëse i pari e hub, atëherë au kon Zot që në fillim, domethënë a ka gjas absoluti që është absolut, pa fillim dhe pa mbarim, me pas ortakun absolut. Nuk ka mundësi. Cili është absolut që e nal tjetrin? Se absoluti është i panalshëm, është i pavarur, është i pakufizuar. Ose nëse këta dy sundojnë, ose në çm fillim të dyt janë absolut. Atëherë ç'e menaxhojnë këta, domethënë kufijt.
Apo e kanë një absolut mbi këta dy dhe rrjedhimisht këta si bie që të jenë absolut. Mon çysh do që ti e menon ortakërinë është shkon në absurditet. Ndaj Allahu thotë kështu. Thot law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Thot Allahu zot, po të kish pas në qiell në tokë, hyni përveç Allahut, qiell dhe tokat ishin shkatërruar. Se njëri urdhëron çetër shka për natën, njëri urdhëron çetër shka për shiun, njëri urdhëron çetër shka dhe kush ka nënal, nëse në absolut. Dhe nëse njëri dominon, atëherë ky shka poshtë të çka është. A është qartë, domethënë nuk është absurde me besu, domethënë me e pranu absolutësinë, edhe të njëjtën kohë me e menu që dy absoluta nuk ka vetëm një, që është Allahu subhanahu wa taala. Thot Allah azza wa jall, "O ma kana ma'hum min ilah", nuk ka të adhuruar me Allahun. Nuk ka një adhuruar tjetër krahas Allahut. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq. Po të kish pas të adhuruar dhe domethënë që meritojnë adhurimin dhe të kish pas zota krahas Allahut, secili ishte veçuar me krimin e vet, secili i kishte do ato krijesat e veta dhe e kish krijuar një sundim. E kish bën një sundim. Wala ala ba'dhum ala ba'd. Edhe në kish me ndodh pastaj një triumf i njënit mbi tjetrin. Kish me ndodh një triumf i njënit domethënë mbi tjetrin. Kështu që, sikur na jepet një rregull, i cili thotë, nëse mbrin tek besimi nëpërmjet absolutësisë së Zotit, a e kryet temën e absolutësisë së Zotit? A e kryet që Zoti është absolut edhe s'ka tjetër përveç Allah subhanahu wa taala? Atëherë njëjta temë është e mjaftueshme për ta mohuar ortakërinë. Domethënë mjafton me ndërtu temën e absolutësisë së Zotit, por me pa që është e pamundur me ekzistuar një ortak për Allahun te baraka wa taala. Thot Allah subhanahu: "Qul id'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard." Thot ata cilët ju po i lutni krahas Allahut, nuk e zotërojnë asa një thërmi në qiell në tokë edhe në qiell nuk ekziston diçka që në sundimin e tyre. Gjithçka sundimin e Allahut. Wa ma lahum fiha min shirk. As në krejt këtë sundim Allahu s'ju kalon doni hisë ortakërie. E dyta, wa ma lahu minhum min dhahir. As nuk është Allahu që i merr këta për ndihmëtar. Opsioni i tretë. Thot wala tanfa'u ash-shafa'atu indahu illa liman adhina la. Edhe nuk kryen punën ndërmjetësues e Allahut veç kur që Allahu lejet, kuptimin që edhe ndërmjetësimi është çështja e Allahut. Thot Ibn Qayyim rahimullah, kur e komenton çka, thot Allahu subhanahu wa taala po i radhit duke i mohuar tri opsionet e mundshme që i kanë menuar domthon mushrikët. Të tria pi mohon, po shkon pi tema e nalta. E para Allahu subhanahu wa taala nafal mulk. Po mohon sundimin e dikujt tjetër krahas Allahut. S'mundet me sundu, kur është tokë në qiell. Ata nëse ti tu prit pi dikujt diçka, çaja diçka ndor të kujt është? Ndor të Allahut. Nëse ti po synon tek dikush diçka, çaja ndor të kujt? Është ndor të Allahut. Kështu që nuk nëse mulki, nëse sundimi është këtij i Allahut, atëherë ç'e lyp te dikush tjetër krahas Allahut. E para e dyta thot po e mohon ortakërinë. E treta thot po e mohon ndihmën. S'ka nevojë Allahu minimum. Edhe e katërta po e mohon Allahu subhanahu wa taala ndërmjetësimin, sepse kur shpesh mushrik kur janë pajtu për këto tri të parë, atëherë bile pi adhurojmë se këta ndërmjetësojnë. E pastaj domethënë ke vërtet Kurani thotë ti apo do ndërmjetësimin, po. E ky ndërmjetësim nuk e meriton ai i cili e lyp te dikush tjetër krahas Allahut subhanahu wa taala. Pastaj e kemi një rregull fetar ndër vëllezër, po fort logjik për ta mbërmbyllë çkëtë pjesë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah. Po e përmbledhem me një pasazh të Ibn Qayyimit, sikur që ka përmendur në një prej librave të tij, nga që është besoj më mirë të përmbledhur se shkoj koha goxha shumë. Thotë cila do veçori, edhe cila do veti, e cila tek krijesa nën kupton përsosuri, cila do cilësi dhe cila do veti që tek krijesa nën kupton përsosuri dhe nuk lë hapësirë për tu parë si mangësi, ai që e jep përsosurinë është më meritor për tu cilësuar me të. Këta kush është ai i cili e ka dhënë veçorinë, e ka dhënë Allahu. Atëherë ai i cili e ka dhënë në mënyrë absolute e ka një cilësi që është më meritor se sa krijesa. E tash, e njëjta vlen edhe për mohimin e, domethënë, e mangësive. Diçka e cila është e mangët te krijesat dhe nuk mund të nënkuptohet në asnjë situatë si përsosuri, në parim nuk guxomi edhe besomi bendshëm që ajo nuk mundet me u përshkruajt Allahu subhanahu wa taala. Tash, në realitetin njerëzor, në realitetin domethënë e përditshëm, ortakëria çka është? Pse njëri bëhet ortak me dikën me një punë? Se ka nevojë për të. Ose domethënë për investimin e tij, ose për idenë e tij, ose për krajin e tij, ose mjaft thjeshtësu, ose lehtësim, ose dobësi,
ose varësi, ose nevojë. Dhe këtë kjo nëse te njeriu është dobësi, atëherë çysh kjo dobësi përshuhet? Allah subhanahu wa taala. Domethënë njeriu kur i ka punë të mirë, kur i ka rena të mirë, parim nuk menon për ortakëri. Po edhe nëse menon, edhe shpërfaq ortakërinë e tij si diçka shumë normale, thotë jo kam qef me pas ortak. Nëse gjurmojmë, realisht kam qef, domethënë të më shoqëroje, të më japi përvojave, ka një lloj lidhje, e cila është lidhje varësie, dhe kjo nuk mund t'i përshuhet Allahut subhanahu wa taala. Dhe në fund autori sjell 3 hadithe dhe me këtë përmbyllim. Përveç ajeteve, tash del me një rafsh tjetër. E shoni Imam Ahmedi, Sheikh Shuaibi thotë që hadithi o sahih prej Abi Salamës, ai prej një shpeshtorëve të Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë bakhin li khams. Për 5 fjalë, sa me fat jeni për këto 5 fjalë. Thotë ma athqalahunna fil mizan. Po sa trona janë këto fjalë kur vendosen në mizan, peshojën e ditës së gjykimit. Me thon la ilaha illallah, wallahu akbar, wa subhanallah, walhamdulillah. Edhe pensa thot wal waladu salih yutawaffa fayahtasibuhu walidu. Thot edhe nëse keni fëmijë të mirë, Allah ta merr e t'i bën sabër. Nëse keni fëmijë të mirë, t'i bën sabër, edhe të është marrë në kandru jetë, edhe t'i bën sabër i Allahut kur ky fëmijë vendoset në peshoj, ky sabri jot vendoset domthonë në peshoj. Sikur se ka thënë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, bakhin li khams. Sa me fat janë njerëzit për 5. Men laqi Allah mustayqinan bihin. Kush e takon Allahun shumë i bindur për këto 5. Dakhala al-janna, ka min janat, yu'minu billah, beson në Allahun. Wal yawmil akhir, edhe beson ditën e gjykimit. Wa bil jannati wan nar, beson në xhenet edhe në xhenem. Wa bil ba'thi ba'da al-maut, edhe në ringjallje pas vdekjes, wal hisab, edhe beson në, domethënë në llogaridhënie. Domethënë shehi sikur do më na përçuni mesazh, apo doni me rënë peshojën, me akide rënohet peshojë. Domethënë me fjalën la ilaha illallah, me besimin tan në këto tema të mëdha. Domethënë sikur jep një mesazh që shpesh e menoni me ranu peshojën me diçka, por realisht mundi më shumë ti me ranu nëpërmjet tauhidit. Sepse edhe fjalë që e ranojnë më shumë, edhe ato janë fjalë të tauhidit. Po edhe meselet që i ka përmendur Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë pjesën e dytë të hadithit, prapë janë çështje që kanë bëjnë me besimin edhe domethënë me tauhidin, edhe domethënë çelësin për me çel, domethënë xhenetin Allahu subhanahu wa taala është domethënë tauhidi. Hadithi i dytë e shënon Imam Bazari, shërmoni thotë hadithi është hasan pe Buraidës, ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Laysa shay'un illa wa huwa atwa'u lillahi ta'ala min ibn Adam." Çdo krijesë që ekziston është më e bindur ndaj Allahut se sa biri i Ademit. Çdo krijesë që ekziston është më e nënshtruar ndaj Allahut se sa domethënë biri i Ademit. Domethënë, sigurisht që i thotë që këto meselet e tauhidit që apo mësoni këto do të më prodhojnë nënshtrem. Domethënë ti mësoj si të vërtetë absolute, por mos promti dush më nënshtru, që kjo është halal, që kjo është haram, që tu i kom fard, që tu do të më largu, që do të më munal. Domethënë ne mësojmë tauhidin për me u nënshtru, me ardh deri te ky rezultat që është nënshtrimi ndaj Allahut subhanahu wa taala, domethënë kërkohet nënshtrim edhe bindje, edhe krejt krijesat nënshtrohen. Kjo do të më pasën si të vërtetë domethënë absolute, mirë po nuk e kanë logjikimin sikur që e ke ti për mi analizuar këto rrafshat e shtjellimit të argumenteve të logjikës së krijimit, të natyrshmërisë, të logjikës së absolutësisë, të vërtetës absolute që ai që është absolut nuk mund të pasë ortak. Krijesat e tjera nuk e kanë çka aftësi me menu si ti. Apo? Ti menon, po ty të kërkohet me vullnetin tanë më nënshtru. Ti menon, mirë po domthon kërkohet me më nënshtru Allahu subhanahu wa taala, përndryshe nëse ti nuk i nënshtrohesh dënohesh. Ndërsa krijesat e tjera nuk dënohen sepse i nënshtrohen në mënyrë të natyrshme. Ndaj na kena 2 lloje të ubudijes. Domthon në shpjegimet fetare i kemi 2 lloje të ubudijes, 2 lloje të skllavërisë. Domthon që jena të nënshtruar, jena robë dhe jena krijesa. Një lloj ubudie është ubudia e parë quhet el-ubudiyya el-amma, ubudia e përgjithshme. Krejt krijesa, domthon çka ekzistojnë, krejt i nënshtron Allahu subhanahu wa taala. Domthon që nga ekzistenca e tyre, prej të funksionimit gjymtyrave tona deri te qarkullimi i gjakut nuk është me menaxhimin ton. Ato janë domthon të nënshtruar urdhëresave të Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu azza wa jall, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda. Çka ka në qiell dhe në tokë vin para Allahut si rob. Vin si rob, nuk mundet me ekzistue, domthon gjithçka që ekziston në kozmos vetëm me rregullën e ubudies së përgjithshme. Këta këti nënshtrohen në Allahut, kur do të me lindilli, kur do të me perëndu, gjithçka është në menaxhimin e Allahut subhanahu wa taala dhe kjo është domthon ubudia domthon që e kanë këtë krijesat. Këtë ubudia Ibn Qayyim e quajnë ubudiyatul qahr wal mulk, ubudia
e imponimit edhe sundimit, do të thonë ti nuk vetësh. Ti do të thonë nuk pyetësh. Ekziston ubudia e dytë, e përket ubudia është këtë kjo shkëna të bona. Përket ubudia ka zbrit Kurani, përket ubudia janë dërguar pejgamberët e Allahut subhanahu wa taala, që është el ubudia el khassa, ubudia e veçantë, robëria e veçantë, skllavëria e veçantë, ku ti thirrësh për më nënshtruar dhe nënshtrohesh. Ti udhëzohesh për të nënshtruar dhe nënshtrohesh. Ty dërgohen profet me të kallëzuar që më nënshtruat ti nënshtrohesh. Ty zbret libër me të kallëzuar që nënshtrohesh, edhe ti nënshtrohesh. Thot Ibn Qayyim rahimahullah. Thot për këtë lloj ubudie, thot fa ubudiyatu at-ta'a wal mahabba wa ittiba'i al-awamir. Kjo është ubudia e dashnisë. Edhe është ubudia e bindjes, edhe është ubudia e ndjekjes së urdhresave. Mund të gjë ban dallimin. Në më thonë, ti ku shihet te Allahu, varësisht dashnisë, bindjes edhe ndjekjes së urdhresave. Pastaj thot Allah subhanahu: "Ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wa la antum tahzanun." O ju robërit e mi, ju sot s'keni as frikë as mërzi. Ibn Qayyim thot kur reciton Allahu, kur thot Allahu këtë fjalë ditën e gjykimit për kanë thot, e thot për këta robërit e dashnisë, robërit e bindjes edhe robërit e që kanë pas ubudien e dashnisë edhe të nështrimit edhe ndjekjes së urdhresave. Ti stutesh sot. Ti ditën e gjykimit je i sigurt, ti kemi në xhenet. Se ke realizuar ubudien e veçantë që është për Allahun subhanahu wa taala. Thot fal khalqu kulluhum abidu rububiyatihi. Këtë krijesat janë robër të që kanë të bëjnë që Allahu i ka krijuar dhe janë nën sundimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot wa ahlu ta'atihi wa walayatihi hum abidu ilahiyatihi. Tërkaq njerëz dhe vlijat dhe robët e nështruar ndaj Allahut janë ata të cilët kanë nështruar Allahut te çështja e adhurimit. Ju kanë bindur Allahut çështën e adhurimit. Ju kanë nështruar Allahut me dashni, me bindje edhe me ndjekje të, domethënë, urdhëresave. Ndaj ndarja e njerëzve në mshim, xhenem, xhenet në bazë të ubudies. Në bazë të kësaj ubudie së dytë, domethënë sa ju keni nështruar Allahut me vullnetin tanë, me dashninë tonë, me domethënë gatishmërinë tonë për më nështruar Allahu subhanahu wa taala, po edhe vetëm kaq. Edhe shkallët e shpërblimit. Apo xheneti nuk është një shkallë. Shkallët e shpërblimit janë bazë të ubudies. Sa e ki sforcu që këtë ubudie, sa e ki realizu që këtë ubudie. Të dy të kina kryer një farz. Ama njoni ka garu, njoni ka shku me përmallim, njoni gjithëherë ka menue, bot kuptimet mëdha që jam kriju për çket namaz. Apo ky ka tjetër problem, ky ka tjetër problem. Gjithçka që ka mundet me na dallun ditën e gjykimit, ka të bëj edhe të shkallët e xhenetit me ubudien tonë që kena për Allahun subhanahu wa taala. Kisha pas dëshirë me të citoj Ibn Qayyimin, sepse besoj është e rëndësishme. Thot fa inna tamam al-ubudiyati huwa bi takmili maqam adh-dhull wal-inqiyad. Thot çysh e kompleton ti ubudien për Allahun? Ubudia për Allahun thot kompletohet duke e shtuar për ulsinë edhe nënshtrimin tan për Allahun. Çaq më shumë se kjo s'ka fund. S'mundesh me thonë e kam nxjerr pikën e fundit të nënshtrimit, se s'ka ashtu. Në çaq më shumë që i nënshtron Allahut, ka Allah mundsi më nënshtron Allahut. Allah mu tregoj për ulë për Allahut. Të barakota. Çaq më shumë që shkon te poshtë, u nënshtruat u për ul, ngritesh te shkallët e ubudies. Thot wa akmalul khalqi ubudiyya akmaluhum dhullan lillahi wa inqiyadan wa ta'a. Thot robërit me ubudien më të përkryer janë ata të cilët e përsosin dhe përkryjnë për ulsinë aty në nështrimin para Allahut subhanahu wa taala. Wal abdu dhalilun li mawla al haqq bi kulli wajhin min wujuhi adh-dhull. Thot robi është thot rob para zotnisë vet. Thot ka dush këshyre robin, rob është. Rob edhe ka menej të vetit edhe cilësit të përullësisë edhe të nështrimit, nuk guzon me dalë për kësaj. Thot fa hua dhalilun li izzi. Thot ti e i përullun para krenarisë Allahut. Thot wa dhalilun li ihsanihi i lehi wa inami alej. Thot dhe i përullun se ajo të të bo mirë, ajo të të këshyre, është të kujdes për ty. Thot ti i përullun para ti. Thot fa inna man ahsana ilayka faqad ista'badaka wa sara qalbuka mu'abbadan la. Thot sikush të ban mirë, e keni lidhje me atë. E kije zemra është e lidhur me atë i cili ta bani të mirë. E çka nëse e kuma domethënë të mirë që ta ban Allahu domethënë ditën atë. Wa dhalilun li ghina. Thot edhe je i përulur se ti s'munësh pa të. Je i përulur se s'munësh pa Allahun subhanahu wa taala. Li hajati ilayhi ala mada al-anfas fi jalbi kulli ma yanfa'u wa daf'i kulli ma yadurru. Thot çaq sa ki frimarje, çaq ki nevojë ti për Allahun. Çaq sa e menon frimarjen tonë. Do na mundesh me tu pa frimarje. Secilla frimarja jote të kallzon se ti je çaq i varr për Allahun subhanahu wa taala. Çaq ki nevojë për Allahun subhanahu wa taala. Çaq smunesh domethënë pa Allahun subhanahu wa taala. Thot Allah subhanahu: "Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ard wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wal-jibalu wash-shajaru wad-dawab wa kathirun min an-nas." Do ta sikipati se Allahu t'i bën sejdë qiej, toka, dielli, hana, yjet,
kodrat, pemt, kafshët dhe shumë njerëz i bojnë Allahut sejdë, i nënshtrojnë Allahu subhanahu wa taala. Wa kathirun haqqa alayhi al-azab, edhe shumë meriton dënimin. Dënimi po vjen paralele të mos realizimit të ubudijes. Dënimi po vjen si paralele, si realiteti mos realizimit të ubudijes, që i bie një rregull të jetës. Çaq sa e prek ubudijen, çaq rrezikosh mu dënu. Për shembull, na llogarismi vetëm të uzumë edhe musliman, po i kena 5-6 tema ku nuk kena nënshtruar ç'ish duhet. Të do gjinohet, të do farze kështu më radh. Domthon ato nuk do të mi po thjesht su po mbrin do shkallë të fetarisë, do të mi po si rrezik potencial mu dënu. Sepse Allahu subhanahu wa taala dënimin pa nxjerrë në paralele të mos realizimit të ubudijes, thotë: "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim, inna Allaha yaf'alu ma yasha." Kanë për ul Allahu, kanë nënshmon Allahu, s'ka kush i jep vlerë atij. Çka lëmë në kuptu kjo, që adresa dhe dera e ngritjes është ubudia. Se nuk përfundon ajeti me nënçmimin vetë dosh me vazhdose sa që ti del pi ubudijes kimë nënçmu. Sa që jep drejt vetës, më u bind nefsit tan kimë nënçmu. Sa kimi u bind dikujt tjetër krahas Allahut kimë nënçmu. Sa që dikon ja çeni derë vetës me bë gjuna ose diçka kimë nënçmu. E aq më tepër nëse kjo derë hapet këtu, Allah alem ku shkon masena, domethënë shkalla e fundit ose epizodi i fundit i zhveshjes prej domethënë ubudijes për Allahun subhanuhu teala, kështu që shpëtimi nga dënimi dhe fitimi i vlerës së robit është nëpërmjet ubudijes së veçantë, sejdës së veçantë, edhe nënshtimit të veçantë që është me dashni, vullnet edhe pasim. Edhe hadithi i fundit ju kërkoj falje për zgjatin e Imam Ahmedi, Sheikh Shuaib thotë që senedi ka shkëputje prej Ebu Razin al-Uqailit, thotë: "Ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah." Tha erdhën njerëz te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thash: "O dërguar i Allahut, kayfa yuhillu al-mauta?" Çish i ngjall Allahu të vdekurit? Qala: "Ama mararta bi ardin min ardika mujdiba, thumma mararta biha mukhsaba." Thotë: "Atë ka bova kia, thotë në atë ka ndodhur, thotë, ki ka përcjell kanë tokë thot, pas një kohë ki ka përcjell ka njëti vend, u kanë i gjelbruar, u kanë krejt bim." Domthon çaj njëta tokë, ku para me një stin ki ka përcjell, u kanë thot dekt kuço s'ka pas. Njëtën në vend ki ka përcjell mas një kohë, thotë u kanë kit e gjallë dhe e gjelbruar, thotë po kam ka përcjell. Thotë kedali kanë shur, çështo është edhe ringjallja. Sigurisht, domthon realisht kemi mbrit të temat e ringjalljes edhe të llogaridhënies edhe ditës së gjykimit, mirë po pse vën që ka ditë këto? Vën me anu vulën kësaj teme, kuptimin që çështo thjesht janë çështje e besimit. Mos e kompliko. Domthon çështjet e besimit janë thjeshta. Domthon çish është e thjeshtë me këtu çiket edhe të tjerat janë thjeshta. Kështu që çiket thjeshtësi nuk duhet me kompliku me padjenin tonë, nuk duhet me kompliku me filozofitë tona, nuk duhet me kompliku me mëkatet tona, nuk duhet me kompliku ndoshta me aftësitë tona të mangëta të komunikimit. Domthon duhet me ne gjithherë të çikjo premisë që temat e besimit janë të lehta, përderisa Allah i kërkon këto për të besuar nga të gjithë, ato janë të mundshme mu kap, domethënë nga të gjithë. Elos Allah azza wa jall me na imush zemrën me iman, me na mësu me jetu me iman, edhe me ndrujet, edhe mu ringjall me iman, edhe me na mësu Allahu në shkollat më të larta të imanit në dynja dhe në xhenet me emër të Allahut. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.